Siguria nga rryma elektrike është një nga masat më të rëndësishme që shpëton jetë. Inxhinieri elektrik Azmer Duleviç tërheq vëmendjen për zgjedhjen e duhur të aparatit të automatit dhe kujdesin që duhet të kemi nga garancia e tokozimit në ambientet ku punojmë dhe jetojmë. Këshillat e tij na vinë në ndihmë për të dalluar specifikat që duhet të ketë një aparat për të qenë funksional. Gjë e parë që çdo qytetar, çdo teleshikues që është duke na parë në këto momente, duhet tek banesa e vet, shtëpia e vet, aty mbas derës, të hapjet kapakun automatëve dhe të shikoj ka automatët e duhur apo jo. Por nga ta di kush është i duhuri apo jo është pyetja. Gjë e parë duhet sigurohet që të ketë atë automatin diferencial ose që e njohin ndryshe qytetarët si salvavida. Unë po e demonstroj shkurtimisht, pra tu është në miniatur një grup automatësh, pra automati diferencial është ky automati këtu që ka këtë butonin test këtu, po nuk e pate këtë që ka këtë butonin test, ti je i pambrojtur, pra ky është shpëtuesi i jetës. Kjo drita këtu thjesht tregon që ka energji nga rrjeti apo nuk ka energji. Pra, po nuk që ky e pare punës ti nuk je i sigurt nëse një pajisje ka një problem teknik ose lavatri që ka rënë mas dhe ti e prek dhe mund të biesh kontakt me rrymën ose soba e gjitha me radhë. Pra kjo është e para. Por që kjo të funksionojë tani, duhet që në banesë të ketë edhe tokëzim, implantin e tokëzimit dhe nëse nuk ka tokëzim, kjo nuk funksionon. Dhe kjo zgjidhet tani, se qytetarët tokëzimin nuk mund ta shikojnë me sy dhe nuk kanë nga ta dinë, nga profesionistët, nga ekspertët duke bërë matjen e tokëzimit dhe sa është vlera e tij. Por gjëja e parë është nëse nuk e kanë këtë janë fare të mbrojtur. Pra edhe po ta kenë tokëzimin. Vlera nuk duhet të jetë kurse si më shumë se 4 ohm. Pra vlera e madjes së rezistencës së tokës. Pra nëse vlera është më e madhe, do të thotë që tokëzimi nuk është i durë dhe duhen marrë masa për ta përmirësuar ose për ta rregulluar. Dhe kjo është një fatkeqësi që në vitin 2025 mos të kesh tokëzim dhe qytetarët humbasin jetën pikërisht nga disa pajisje që nuk kushtojnë të kombinuara më shumë se 70-80.000 lekë të vjetra. Rreziku më i madh që qytetarët hasin nëse nuk ka tokëzim është pikërisht tek bojleri, tek dushi, pra duke u lar ose edhe duke hapur lavamanin, se ka pjesë metalike dhe uji është përcjellës. Nëse rezistenca e bojlerit është në lidhje të shkurtër mas me tokën dhe ti do lash syt mund të biesh kontakt me rrymën elektrike dhe humbet jetën. Dhe nëse do kishte tani tokëzim dhe automatin diferencial që thash pak më herët, ai do bënte ndërprerjen automatike, pra shkëputjen, do binte që njohim në shkurt në mënyrë që mos të kemi pjesën e kontaktit me rrymën elektrike. Çfarë gabimi bëjmë kur zgjedhim prizën? Ka plot raste kur digjen prizat e që pak e din se ato rrezikojnë të bëhen burim për djegjen e godinave. Duleviç demonstron konkretisht me shembuj si të dallojmë prizën origjinale nga ajo false. Është elementi fundor i qarkut elektrik ku ne lidhim dhe vendosim pajisjet dhe duhet të dim dhe një detaj në fakt që shpesh herë ne për prizat nuk bëjmë një llogaritje sa mban kjo priza që mos të digjet dhe marrim çfarë do lloj pajisje të mundshme, duke qenë se po vjen edhe dimri avash ditët e ftohta, shumë qytetarë përdorin nga këto reflektorët, nga këto rezistencat ose edhe kaloriferët me vaj, që janë ato fletët, një 13 fletë. Ata ka një fuqi shumë të madhe e përkthyer në një rrymë që e kalon 16 amper dhe ne shpesh herë vim në këto rezultate. Pra, që priza digjet, shkrihet. Pse? Sepse maksimumin e rrymës që priza mban për ballon është 16 amper. Dhe nëse ti i ve tani një pajisje me më shumë rrymë, pra 17, 18, 20, ne vim në këtë rezultat. Por as ka në një mënyrë tani si ta mbrojmë në prizën? Po ka. Duhet që automati i prizës mos të jetë më shumë se 16 amper. Pra, automati 16 amper, priza 16 amper. Dhe nëse ti vendos një pajisje që e ka rrymën më shumë, pra 20 amper, ai bie. Pra, kjo e ka të shkruar teknikisht nga mbrapa, por qytetarët nuk do t'i japin prizat, por prizat që ne kemi në shtëpi maksimumi që mbajnë janë 16 amper. Kaq është maksimumi i rrymës. Pyetja që mund të ketë çdo teleshikues në këtë moment është, po nga ta di unë sa ka rrymën pajisja që unë do vendos. Pra këte marim, pothuajse çdo pajisje ka një barkod ose një letër me dhëna teknike të shkruar ose kur e blen nga fillimi qoftë edhe një tharse floku e shikon që është 2000 watt. Pra dhe më pas tot rryma 8.6 amper.
Dhe ti e di që kjo pajisja është e duhura për ta vendosur tek pjesa e prizës. Por nëse instalimet janë bërë në rregull, pra priza 16 amper, automati 16 amper, nuk ka nevojë për llogaritje se bën automati mbrojtjen. Që edhe nëse ti vendos më shumë ngarkesa i bie. Pikërisht për të mbrojtur, le të themi, prizën, po dhe spinën që vendosen. Tregu është i mbushur me mall imitim shpeshherë. Në pamje të parë duken pothuajse një lloj, unë këtu kam një prizë origjinale dhe një prizë imitim. Priza origjinale i ka kontaktet më të plota, pra dhe shkrimet, printimet i ka më të qarta, më të pastra. Kurse këto që janë imitime, janë pothuajse një lloj në pamje të parë, por në një sy kritik dallohen që dhe shkrimet nuk janë të dur, printimi i plastikës nuk është i saktë, këto kontaktet nuk janë, le të themi, uniforme ngjyra, pasi materiali brenda është, le të themi, jo cilësor. Unë do t'i hap këto dy prizat për t'ia treguar qytetarëve që ta shikojnë dallimin e një prize origjinale me një prizë imitim. Kjo është një prizë imitim. Tani, për ta krahasuar me origjinalen dhe që ta kuptojmë pse digjen prizat shpesh, është pikërisht sepse nuk janë materialet e duhura që janë përdorur në ndërtimin e prizës. Kjo është origjinale. Dallohet me sy të lirë, pra kjo është imitimi. Pra, duke qenë nëse kemi imitimin, këto janë llamarin është një material që ka rezistencë specifike të lartë, nxehet, pra hekuri, dhe digjet, pra shpejton djegjen e PVC-s ose le të themi kallçukut. Po kemi këtë rastin në fjalë, kjo është bronz, është origjinale. Por qytetarët nuk kanë si ta dallojnë, sepse nuk do t'i hapin, le të themi, pjesën e prizave, por siç e thash më herët, mjafton të shikojnë pjesën e shkrimeve, sepse e dallojnë nëse është origjinale ose imitim, por mbi të gjitha këtë dallimin duhet ta kenë qartë profesionistët, sepse shpesh herë e neglizhojnë këto detajet që unë thash, sepse prizat dhe punët elektrike duhet i bëjnë profesionistë të certifikuar dhe të licencuar për këtë punë. Me një prizë të tillë, nëse nuk kemi panelin elektrik automatët e duhur, ne rrezikojmë që t'i vëmë flakën shtëpisë, pasi djegja mund të vazhdojë nëse nuk bie automati, digjet priza, spina mund të ketë në divan, në perde, në gjë dhe hapen flakët më pas, por mbi të gjitha karbonizohet dhe digjet edhe kabulli nga priza që shkon tek automati. Pra, një gjë kaq e vogël që mund duket në pamje të parë mund të shkaktojë shkëndija elektrike që njihen rëndom nga qytetarët dhe përkthehen më pas në zjarr në djegjen e shtëpisë.